Me përfundimin e regjistrimit të objekteve pa leje, në komunën e Ferizajt janë regjistruar rreth 32.000 objekte të tilla, e që duhet të aplikojnë për legalizim. Afati për legalizim ka ditë që ka filluar, ndërsa pritet të zgjas deri në shtator të vitit të ardhshëm. Sipas drejtorit komunal për urbanizëm Faik Grainca, lajmërimi i objektit pa leje ka qenë vetëm fillimi, me që tani është faza e dytë kur qytetarët duhet të aplikojnë për të legalizuar objektet e tyre. Aplikimi për legalizim nuk nënkupton vetvetiu legalizimin, sepse duhet të shikohet nëse ai i mbush kriteret e urbanizmit, derisa shtoj se takset e densitetit nuk i paguajnë objektet deri në 100 metra katror. Taksat janë taksa më lirë se sa taksa ndërtimore, do thotë këta objektet që legalizohen lirohen nga taksa e densitetit, ashtu quhet, që është 2.50 cent, do thotë dikon paguhet 2.8 euro për metër katror. Objekti apo shtëpia private, shtëpia e banimit që është deri në 100 metra, nuk i nënshtrohet kësaj takse të ndërtimit. Kjo nuk nënkupton se do të legalizohet secili objekt, objektet e ndërtuara në pronën eventualisht në pronën publike, objektet të cilat paraqesin pengesa serioze në planin urban të qytetit, nuk mund të legalizohet. Por unë po shpresoj se pjesa më e madhe, absolutisht, pjesa më e madhe e këtyre objekteve do të legalizohen. Ndërsa për objektet kolektive pa leje ndërtimi, edhe nëse nuk aplikon pronari, atëherë mundet që vetëm një familje të aplikoj, edhe ajo do të merret parasysh njësoj sikur të ketë aplikuar i gjithë bloku. Do të thotë këteu ka mësuar ligji, në një objekt për shembull që i ka 101 banesore, apo jetoj 100 familje, mund të aplikoj secila familje për vete, por mos me prit me u legalizu krejt objekti, për arsye se ndoshta pronari nuk është, ai ka shit objektet, nuk i intereson më etj. Por është vetëm diskutabile taksat kush t'i paguaj, për arsye se nuk është normale që ta është shtetari i një njësie banesore, i cili paraqitet këtu për legalizimin e banesës së vet, dhe tash i nënshtrohet krejt objekti, ndërtesa legalizimit të paguaj taksat për krejt ndërtesën. Ne nuk mund të detyrojmë atë qytetar, por si do të qoftë, ka gjasa që në bazë të kërkesës të vetëm një qytetari të një njësie banesore, procesit e legalizimit të nënshtrohet e tërë ndërtesa. Ndërkaq i pyetur për një intervistë të publikuar sot në të përditshme në Koha Ditore, ku theksohet se janë prishur raportet mes tij dhe kreut të komunës së Ferizajt, drejtori Grainca mohon të ketë deklaruar diçka të tillë. Mirpo, ai tha se pasi ta lexoi intervistën e plot, mund të deklarohet për televizionin Tema. Grainca kishte deklaruar në intervistën e tij se nuk e ka ndërmend të jep dorëheqje për shkak të revidimit të planeve rregulluese, të cilat po kundërshtohen nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, si dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.